Në dersin e fundit, që keni pas para 3 ditëve, ose 2 ditëve kur shkoj, 2 ditë, çfarë të bëjmë 24 orë në shtëpi. Ndoshta harrova të theksoj, ndoshta kam theksu, tash e kam harru, që në bën një punë të shtëpisë, pastroni bashkë me gruan. Sikur që ju kallëzova Resulullahi ka bë. Por edhe diçka duhet t'ju them, ose ju kam thonë edhe në dersin, filloni leximin e Kur'anit hatme t'i kryjmë deri në Ramazan. Edhe unë kam filluar, më një herë kam filluar. Pse kam filluar më një herë? Se juve ju thash vallahi, masi ju thash juve, thash, ej Zot, ti për ju thuash, vetë s'pe bëjsh, më shkoj mendja, ti për ju thuash, vetë s'pe bëjsh. A më kuptuat aja? A ju tha me bon hat me Kur'anin po? Vallahi ja kam nisur, me një rendi 2 gjyza i kam kalu veç. Lexoni Kur'an në shtëpi, se Kur'ani në shtëpi ju ruan prej mësyshit, prej sihirit, prej shejtanit, prej kreta sendeve, edhe bani lexues Kur'anit, alhamdulillah.